Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi. Ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar ngjarjet më të fundit. Hamencime, aludime, thashe theme se kush do t'jetë banori i cili do të futet për vetëm 3 ditë brenda shtëpisë së Big Brotherit për të luajtur mekanizmin e lojës. Pikpyetjet në fakt janë shumë të mëdha. Emrat përfliten lart edhe poshtë dhe emri i cili nuk është zyrtar, por përflitet brenda Top Channel është emri i Louis Ailit. Louis Aili është banori i cili do të jetë 3 ditë brenda shtëpisë së Big Brotherit. Tani, mund të themi që realisht është e pritshme. E para njëherë sepse Kiara është pjesë e fan klubit dhe me qëndrimin e tij 3 ditësh në Big Brother, më pas do të ishte pjesë e fan klubit në një intervistë ku të shprehte atë se çfarë Luizi do të shikonte brenda asaj shtëpie. Do me thënë, unë e kam me shumë qef që Luizi të rifutet, ndoshta për të ndryshuar strategjit, ndoshta për të ndryshuar lojën dhe ndoshta për t'i dhënë një fuqizim asaj shtëpie. Ka ndodhur edhe më herët që banorët të cilët kanë qenë jashtëzakonisht të suksesshëm kanë rihyrë në Big Brother me misione dhe mendoj që Luizi do të hyjë me misionin sikurse është një banor brenda asaj shtëpie, duke mos e treguar në fakt të vërtetën dhe realitetin. Ai do të hyjë me qëllime të pastërta dhe do të luan lojën e tij. Do me thënë, kjo përflitet, Luizi vetë la të nënkuptueshme që mund të ishte pjesë e një kasti të tillë, mund të ishte pjesë e shtëpisë së Big Brotherit dhe tani do me thënë do të shohim se si do të marrin gjërat. Jam i bindur që banorët nuk do ta presin mirë, do të jenë pak të stepët në këtë drejtimin, sepse do t'i kapën frika, erdhi mreti, do thonë, por unë mendoj që Luizi do t'jeti i shkëlqyer. Si e shikoni ju këtë gjë? Mendoni që Luizi do t'jetë një banor i cili vërtet do të na rikthejë ato emocione që ne kemi parë më herët? Do të thënë, nuk është zyrtare, përflitet lart edhe poshtë, po dua të marr mendimin tuaj.